Po patjetër, po ne flasim për emra që i propozohen publikut, të cilët presupozohet që kanë kaluar të gjithë kriteret paraprake, të cilat vlerësohen jo vetëm nga partitë politike, por mbi të gjitha duhet jenë kritere që përputhen me parimet jo vetëm të ligjshmërisë, por mbi të gjitha parimet morale, etike, intelektuale, të arsimimit, të formimit, të asaj që ata përfaqësojnë vetvete, dhe kjo ndoshta nuk mbështetet në asnjë ligj, por janë disa parime të pashkruara, ashtu siç është dhe kushtetuta në Britani, e cila është e pashkruar, por vetvete është e legjitimuar dhe respektohet, ndiqet dhe vlerësohet nga të gjithë qytetarët si e tillë, pa qenë nevoja për të qenë e legjitimuar në të shkruar, sepse në fund të ditës të gjithë ata qytetarë që mbajnë emrin qytetar po themi të UK, e din që kjo kushtetutë është autoriteti ligjor më i lartë brenda një vendi dhe që duhet respektuar. Ka të bëjë dhe me kulturën e konsoliduar demokratike të atij shteti, të asaj shoqërie që vepron mbi precedentët, sepse janë ca norma të pranuara në mënyrë unanime dhe botërisht të njohura. Shoqërore. Dhe patjetër që është e lidhur me kulturën, jo vetëm si ashtu siç e konsiderojmë ne si nocion në vetvete shoqëror kulturën, por kulturën e zbatueshmërisë së ligjeve, të rregullave dhe moralit të pashkruar. Dhe këto kandidat, momentin që i propozohen publikut dhe shkojnë të afishuara në derën e publikut, presupozohet që kanë kaluar këto filtra, presupozohet që kanë kaluar filtrat ligjor, filtrat moral dhe filtrat etik, presupozohet që qytetarit i shkon një kandidatur e denjë dhe që në një farë mënyrë ata të ndjehen të përfaqësuar dhe kur votojnë ata presupozohet që votojnë ata kandidatë që kanë kaluar këto kritere. Do marrë veç e veç për zgjedhjen dhe mënyrën se si. Por vetëm sa për të bërë këtë kalimin hyrës të emisionit. Qytetarit, këtë doja të thojë, qytetari voton, qytetari vot beson, qytetari zgjedh atë çfarë ti i propozon. Rrallë herë ka ndodhur që duke respektuar ndoshta parimet e asaj demokracisë së drejtë për drejtë, qytetarët vetë të propozojnë me dëshirën dhe vullnetin e tyre të lirë një kandidat. Unë mbaj mend në 2025, kur unë vetë kandidova dhe... Do në e thuash më pas këtë episod, sepse ndaj... Do të ndaj dhe këtë, dhe kjo është shumë interesante për të legjitimuar këtë linjën që thatë ju, a shkon kandidati si propozim i publikut tek partia, apo është vetëm partia ajo që legjitimon në linjë të drejtë për drejtë kandidatët për të shkuar pastaj tek zgjedhja nga publiku.